lutëm, së është një deklaratë e momenteve të fundit e Hikmet Bajramit, qysh, edhe duheni me këty përgjigje. Qysh më këty 2013? Jo, mëre? Ja, okej. Në i deklaratë tash e qëra. Që është duke ndodhë aktualisht në një intervjist në Rubikon në Klan Kosova, Hikmet ka thonë, duheni me lëvizjave të ndosit, do të me na tregu, qysh, hajde, vete. Mos flasën në krejt. Pyetja ime është, si ka mundësi që në rastin terrorist, dhe më thanë të krimit terrorist në Bansk, si ka mundësi që Milan Radojčićit i krijohet një koridor në pikë të ditës, në dritë të diellit, në vëzhgimin e kamerave. Pasi që... Krijohet koridori, po thoni. Absolutisht, po ne e kemi pa. Që ka krijuar? Ne e kemi pa, dhe më thonë, Radojčići ka qenë... Ka qenë i rrethuar, ka qenë i rrethuar, apo jo? A ka qenë i rrethuar? A i kemi pa videot që ka qenë i rrethuar? Dhe a i kemi pa mandej, dhe më thonë, qarkullojnë video, se si a i është tërhequr pa therë në këmbë. Pyetja këtu, për të gjithë militantët të cilët nxjerrin nga konteksti deklaratat e mia, bëjnë video mesazhe dhe bëjnë shpifje të tilla, pyetja është, le të marrin përgjigje fillimisht nga Albin Kurti dhe qeveria e tij, se kush dha urdhër që të krijohet koridori që të ikë Radojčići. Krejt ekspertët e sigurisë, nëse ju kujtohet, përfshi edhe këtu në studio keni pas debate nga më të ndryshmet. Pra e thonë që ikja Milan Radojčićit dhe tjerëve është proces i cili ndodhë zakonisht kur pra zihet shtegu dhe normalisht një pjesë mbetet e lirë shkaku që pastaj krijohet aty një lloj masakre, sepse shihen aty snajperët, keni pasur edhe drejtorin e policisë këtu, i cili ja ka argumentu që nuk ka qenë gjithçka në plan që të vritën, madje në një moment e ke armën aty e cila është neutralizuar nga një plumb. Tashte kjo ekspertja e sigurisë mundohet pra me politizu një rast që krejt Kosova me njëherë, nëse ju kujtohet se po harrohen gjanat, është diskutu pra situata e sigurisë kombëtare. Edhe krejt e din që kjo nuk është të vërtet. Ma djetash, nëse dojmë me që debatin politik më tutje, unë mund të them një gjë, që Radojčići me gjithat, pra qithë e dim që ka shku i plagosën në veri. Tema që duhet më shtru të zonja Bajrami, është kjo, që e di dhe vetë, neve ishtë drejtori inteligencë një 8 muaj më herët, na ka lajmëru. Dhe jo vetë mua, mirë po të gjithë deputetët, që ne do të përballemi me një situatë të tillë, pra të tentimit terrorist dhe të tentimit për me... Pra, keni qenë paralajmëruar. Po, sigurisht. Dhe pastaj ka vepruar... Jeni paralajmëruar për një situatë tillë. Sigurisht, një 8 muaj më herët. Për këto kemi, domethënë, edhe deputetët opozitës aty cilët e kanë ditë. Dhe çka ka ndodhur? Pastaj kryeministri Kurti në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrëmshme është ngutë pra për me, nëse ju kujtohen, me ngri stacionet të reja policore në veri, cilën e ka bo me sukses. Dhe natyrshëm duke pas parasysh këtë fakt, normal, dëburume, domethënë edhe prej burimeve inteligjense, por edhe të policisë së Kosovës, ka rrjedh një veprim i tillë, pra ndalimi i një akti terrorist i cili ka pas mu zgjanu, sepse qëto në qëtë studio, sepse po harrohen gjanat, ne kemi diskutu se si ata kanë pas mu zhvendos, me i marrë dhe stacionin tjera të policisë dhe me kriju një situatë